Shikues të nderuar, dal po televizioni u përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një aksident rrugor ka ndodhur në kthesën e fshatit Mezhgoran në aksin Tepelen-Kulsyr, kur si pasojë një automjet tip Volkswagen ka dalë nga rruga dhe është përmbysur, duke u dëmtuar kështu shoferi i automjetit. Një aksident rrugor ka ndodhur në Tepelen. Ngjarja ka ndodhur në kthesën e fshatit Mezhgoran në aksin Tepelen-Kulsyr, kur automjeti tip Volkswagen AB 100 BR drejtuar nga shtetësi Hëla nga Tirana ka dalë nga rruga dhe përpasoj mjeti është përmbysur. Menjëherë drejtuesi i mjetit, i cili është lënduar, është çuar në spitalin e Gjirokastrës për mjekim të specializuar, ndërsa policia rrugore po heton shkaqet e këtij aksidenti. Jemi në këtë moment me zhvillimet kryesore nga vendi. Gjuha shqipe është shpallur zyrtarisht si një nga gjuhët e përdorura për komunikimet shkollore nga Departamenti i Arsimit të Qytetit të New Yorkut. Lajmi u njoftua nga Kancelaria e Arsimit në New York, Melissa Aviles Ramos, më 18 qershor. Ky vendim përfaqëson një fitore të madhe dhe një epokë të re për familjet shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Nga rreth 180 gjuhë që fliten në qytetin e New Yorkut deri më sot, 10 gjuhë kanë qenë të përfshira në komunikimet zyrtare të shkollave publike. Me vendimin e fundit shtohen 3 gjuhë të tjera, një prej të cilave është shqipja, duke ngritur numrin total në 13, përfshirë këtu edhe anglishtën. Kjo do të thotë se çdo dokument, njoftim apo informacion i rëndësishëm që shkolla u dërgon prindërve do të jetë i disponueshëm edhe në gjuhën shqipe, duke lehtësuar ndjeshëm përfshirjen e prindërve shqiptar në jetën arsimore të fëmijëve të tyre. Brëmja e së premtes i ka njohur maturantët me rezultatet e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të gjithë vendin janë testuar për lëndën gjuhë shqipe dhe letërsi 25.712 maturantë, prej të cilëve 365 janë vlerësuar me notë jo kaluese, ndërsa 29 maturantë janë vlerësuar me notën 10. Sipas të dhënave të publikuara, kalueshmëria në përqindje është 98.58%. Këshilli i Ministrave në Shqipëri ka miratuar vendimin për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin që rregullon strukturën e pagave, nivelet e pagave dhe shtesat e tjera mbi pagë për zëvendës ministrat, funksionarët të kabineteve, prefektët, në prefektët, në punësit civil dhe në punësit e disa institucioneve të administratës publike. Ndryshimet të propozuara nga zëvendës kryeministri synojnë përditësimin dhe përmirësimin e kuadrit rregullator të pagave në shërbimin civil. Vendimi parashikon rritje page në masën 65.000 lekë në muaj për nënpunësit në pozicionet sekretari përgjithshëm dhe zëvendës sekretari përgjithshëm. Ashtu është ndryshuar edhe një ndarje për të përcaktuar qartë pozicionin e koordinatorit brenda njësive të menaxhimit pranë sekretariatit të përgjithshëm dhe zëvendës sekretariatit të përgjithshëm. Ky sektësim mund të ndikojë në kategorizimin dhe përcaktimin e pagës për këto role. Efektet financiare që rritën nga zbatimi i këtij vendimi për vitin 2025 përballohen nga buxheti miratuar për kryeministrin. Më shumë rritje të çmimeve ka patur përgjatë ditëve të fundit dhe muajve të fundit në Shqipëri. Ky është raporti i publikuar nga Eurostat bazuar në të dhënat të marra nga turistët të cilët vizitojnë Shqipërinë. Ata thonë se kanë bler për shembull perime duke arritur deri në 15 euro. Njëkohësisht, nëse doni të zgjidhni ndonjë frut, çmimet kanë qenë të larta duke nisur nga 6 euro për kilogram. Çka do të thoshte se nivelet ishin shumë të larta për një vend si Shqipëria, duke sjellë kështu këtë raport. Njëkohësisht, në fund të raportit thuhet se pavarësisht deklaratave të bëra për rritjen e pagës, çmimet në Shqipëri vijojnë të jenë tepër të rritura, duke sjellë kështu një varfëri tek populli shqiptar. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka bërë një thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar zgjedhjet e vitit 2020 të fituara nga demokrati Joe Biden, duke përsëritur pretendimin e tij
të pabazë se gara u dëmtua nga mashtrime të përhapura. Biden ishte krejtësisht i paaft dhe zgjedhjet e tij të vitit 2020 ishin një mashtrim total, ka thënë Trump në një postim në rrjetet sociale. Provat janë masive dhe shumë të mëdha, prandaj kërkojmë që ky rast të hetohet. Duhet të emërohet një prokuror special. Kjo nuk mund të lejohet të ndodhë përsëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe le të fillojë puna. Postimi Trump i bërë në një kohë kur shtëpia e bardhë republikane e tij ishte përqendruar në një vendim jashtëzakonisht të rëndësishëm të politikës së jashtme, nëse do të përfshihet drejt për drejt në luftën Izrael-Iran, është pjesë e një përpjekje të shtuar nga ana e tij për të minuar legitimitetin e presidencës së Bidenit. Irani dhe Izraeli shkëmbyen sulme të reja herët në 21 qershor, pra ditën e sotme, duke aktivizuar sirenat e sulmeve ajrore në pjesë të Izraelit qendror përfshirë Tel Avivin, pasi Teherani tha se nuk do të negociojë për programin e tij bërtamor derisa Izraeli të ndalojë sulmet e tij. Një breshëri raketash nga Irani filloi rreth orës 2:30 të mëngjesit të sotëm duke aktivizuar sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit, të cilët kapën raketa në qiellin mbi Tel Aviv. Shërbimi i emergjencës publikoi imazhe që tregojnë një zjarr në çatinë e ndërtesë e banimit shumë kallshëm në Izraelin qendror. Mediat lokale raportuan se zjarri u shkaktua nga mbeturinat e një rakete të kapur. Ushtria izraelite tha se forcat e saj nisën një valë të re sulmesh kundër vendeve të magazinimit dhe infrastrukturës së lëshimit të raketave në Iran. Ministrat përsëritën gjithashtu shqetësimet e tyre të hershme në lidhje me zgjerimin e programit bërtamor nga Irani, i cili sipas tyre nuk ka asnjë qëllim të besueshëm civil. Një tërmet me magnitud 5.1 balë i shkallës Richter ka trondituar Iranin verior, ndërsa vendi është në luftë me Izraelin. Kjo u raportua nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Epiqendra e goditjes ishte rreth 10 kilometra e thellë dhe ndodhej në juglindje të qytetit Sanman, 175 kilometra nga Teherani. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.